Të gjitha këto që do them janë edhe për problemet e tjera të sëmundjeve dhe parandalimin e sëmundjeve tjera. Që nga sëmundjet kronike, që nga sëmundjet autoimune, që nga disa probleme të stresit dhe depresionit, që nga disa probleme pastaj edhe tek tumoriale. Pra, kemi mundësinë që janë gjëra të thjeshta që janë rrithën dhe këto e rregullojnë limfën, që do të thotë hecja 30, 40, 50 minuta në ditë. Sepse kontraktimi i muskujve, sidomos të këmbëve, është pompa e limfës. Duke rregulluar frymarrjen gjatë ecjes, kjo do të aktivizojë të pompë limfatike për të qarkulluar dhe mëlçia, veshka, zora, lëkura, moshkria do të detoksifikojnë më mirë. Tjetra është frymarrja me diafragëm, të paktën 5 deri në 10 minuta në ditë. Në momentin që ne do bëjmë disa kërcime të lehta çdo ditë, ushtrime me këmbët, ngritje deri te barku një gjullë tjetër ose me shpejtësi, në rast se ne nuk rregullojmë gjumin, nuk rregullojmë hidratimin, nuk rregullojmë një ushqim antiinflamator ose nuk marrim ushqime të shëndetshme dhe nuk rregullojmë problemin e jashtëqitjes dhe problemin e zorës dhe të fryrjes së saj, nga më të mirat është çaji tërfili, po i zë me radhë një herë, e para një është çaji lule radhiqës që duhet përdorim. Sepse lule radhiqja e mbështet edhe problemin e mëlçisë, mbështet edhe veshkat. Nga ana tjetër është hithra, sepse ndihmon në pastrimin e gjakut në përgjithësi dhe në pasurimin e gjakut në formën e oksigjenit dhe për ta bërë qarkullimin më mirë të gjakut. Më mira janë ushqimet që kanë lëngje dhe nivele të ulta kalorie dhe nuk kanë nivele të larta proteinike. Për shembull, kastraveci është nga më të mirat. Një lëng nga më të mirat është kastravec, selino dhe kungull. Është një lëng i shtrydhur që mund ta bëjmë 100 mg në ditë, nuk është se ta pim, ose her pas here.